skandali me Gonigal 4 ditë botës, skandal botëror, mërë zotëri. E para njerë, kryeministri një vend një antar të NATO-s, rekruton, se po e korruptove, ke rekrutu, i kua e punë. Korrupton, shefin me të rëndësishëm të kundër zbulimit të vendit kryesor të udhëheqës të NATO-s. Po kjo do jetë mjafton për ty. Kjo do jetë mjafton, ti ke shkenë siguri, ke bërë çdo gjë. E dyta, i qonë në zyre e ti 250.000 euro. E treta, Zoti Bardhi ka dorëzuar dosjen. Asgjë, ja, hetim para prak 3 vite me radhë. E kuptoni ju? Po pse 3 vite kujtoni se bën dosja për të ardhur nga Washingtoni, nga gjykata e Washingtonit në Shqipëri? Kujt ja thot ai? Dhe padisë së dytë që i bëri Adriana Kalaja, shtesë pa dije, nuk i përgjigjet. Nuk i përgjigjet. Pra çfarë mund të bëj ky njeri me ligjin dhe institucionin e akuzës më shumë se kaq? A mund të bëj kush më shumë se kaq? Më thoni. Rrinte aty dhe Ulusiu. Ulusiu të paktën me 3 dosje. Se përveç saj, Ulusiu është i regjistruar. Tjetri nga Londra i thot, më duhet dhe i çantë Louis Vuitton, pasi i ka marrë 500.000 euro. Po të hyrin aty, 4 tjerë, që kanë zjerë në prit, dhe është vrat tjetër nga prita. Po, unë, më shumë se unë, nuk i ka demasku kush me emra, po absolutisht nuk jam për vrasje. E kemi heqë dënim me vdekjen. Unë jam për ligjin, jo për vrasje. Jo, unë jam për ligjin edhe jam shumë jam i bindur që është veprimi drejt heqja e dënimit. Kurse këta taktikën thanë kokat njëri tjetrit. Dhe ky nuk i heton mbi bazë kësaj taktike. Ja ta pyesun këtu para jush. Kush e nxori në prit Bardok Planen? Sali Berisha ka denoncuar atë ndjesë të është i djerë tani, më shumë se kushdo tjetër. Po jo, nuk mund të jetë ligji dhe drejtësia të hanë kokat e njëri tjetrit. Cili do që është implikuar, do të marrë dënimin. A ky hiqet aty. Sigurisht, për të fituar zgjedhjet partia e tij do të arrestonte lider të partive kryesore, do të mirë të mandatin ati tjetrit në kandidatin. Kush i bëri këto? Ky i bëri. Kush i bëri? Ti pyes ata që si u zgjodh ky? Kush e zgjodhi këtë? Edi Rama me Jurikim, që bënte moral për korrupsion ajo. Dhe doli se ishe tigri i tretë. Po. Ky do të ketë, këta s'kan vetdije. Të janë qenje të transformuara, s'janë as qenje shoqërore. Edhe të rrinë aty se kjo s'me lejon hetimi, këtë s'me lejon, ç'është lejon hetimi ti mor?